Si po e rriti fëmijët e tu në thënë kjo në aspektin e energjisë, në aspektin sepse ne në karakterin tonë dhe gjithë plagat tona, frikrat tona na janë injektuar që të vegjël fare kur jemi refuzuar. Ndonjëherë kur jemi lënë të izoluar, kur jemi nderë të përjashtuar, sa kujdesesh ti që fëmijët e tu të mos i rrisësh me trauma. Dhe kur them trauma për dëgjuesi, për të se nuk janë vetëm ato që ne mendojmë dhuna apo për një fëmijë është dhe refuzimi që ndonjëherë ne nuk e kuptojmë, apo t'ja japësh diçka shpesh. Më shpjego pak këtë. Po. Atëherë kjo është një pyetje shumë e bukur dhe është një ndër temat më me rëndësi për pjesën e life coachit që përqafoj unë. Të rrisësh 2 fëmijë në këtë kohë nuk është e thjeshtë, por është një ndër eksperiencat më të bukura. Mendoj që misioni i një nëne është të nxjerrë 2 fëmijë të shëndetshëm fizikisht, mendërisht, shpirtërisht, emocionalisht. Dhe prioriteti kryesor i një prindi nuk është fëmia, është vetja e vet. Duket pak e vështirë për ta pranuar në mentalitetin shqiptar, sepse ne na është mësuar që të themi që gjëja më e rëndësishme kush është? Janë fëmijët e mi. Ky është një justifikim shumë i bukur për t'u larguar nga vetja. Dhe vërtet? Po. Se kisha menduar ndonjëherë kështu. Bota shpirtërore, spiritualiteti ne na mëson të vendosim veten ton prioritet. Pasi fëmijët nuk marrin atë çka dëgjojnë. Fëmijët absorbojnë atë që shohin. Një fëmijë i qetë ka parë një prind të qetë, por një prind nuk mund të jetë kurse si i qetë nëse nuk është mirë me veten. Pa shëruar traumat, plagët, varësitë, problemet emocionale, shpirtërore që mund të ketë hasur në momente të ndryshme të jetës. Shqipëria dihet që ka problematika të caktuara dhe unë duke qenë prej 10 vjetësh në këtë drejtim, njoh pafund persona që vuajnë nga shqetësime nga më të ndryshmet, por që nuk kanë guximin të kërkojnë ndihmën e specializuar pranë një mentori të duhur apo pranë një specialisti, psikolog, psikiatër, dhe do duhej një punë shumë e lehtë për të bërë ai profesionisti dhe një familje do ishte shumë e qetë dhe do ishin disa fëmijë shumë të lumtur. Kështu që prindërimi si fillim duhet të japi më të mirën nga vetja vet. Jo të projektoj veten e vet te fëmijët dhe pastaj të mbushi gjithë boshëllëqet me të mira materiale. Nuk funksionon kështu.